Kuvendi Kombëtar Shqiptar në bashkëpunim me Shoqatën e Intelektualëve Jakova ka organizuar sot promovimin e librit Bashkimi Kombëtar Shqiptar me autor Dashamir Uruçi. Kryetari i Shoqatës së Intelektualëve Jakova, Rushdi Sefa, tha se kjo është një prurje e mirë në letërsi dhe një vlerë e shtuar për letërsinë. Libri që sot po e promovojmë është botimi i Kuvendit Kombëtar Shqiptar dhe shpresoj se ky aktivitet mos të mbetet i vetmi bashkëpunim që Shoqata Intelektualëve Jakova do ta ketë me Kuvendin. Ndërkohë, autori Uruçi tha se për botimin e këtij libri ka shpenzuar një kohë të gjatë me qëllim që të jetë sa më i strukturuar. Ideja është që Bashkimi Kombëtar Shqiptar është një kauzë e shqiptarëve, nuk është një element i ri që ne po ngrem sot në Gjakov. Qysh në kohën e rilindjes kombëtare janë shtu problemet të Bashkimit Kombëtar të shqiptarëve. Ne jemi një strukturë patriotike, organizative, që punojmë në dy fusha kryesore. E para punojmë në fushën e mbajtjes gjallë të frymës kombëtare. E dyta punojmë në drejtim të sensibilizimit të strukturave ndërkombëtare vendore, në drejtim të kërkesave të drejta të popullit shqiptar për bashkim kombëtar. Këto janë dy fushat kryesore. A do të bëhet bashkimi kombëtar nëpërmjet strukturës Kuvend Kombëtar? Jo, ne jemi sektor ndihmës. Bashkimi kombëtar do të bëhet pasi të jenë kriju shumë faktorë të cilët e favorizojnë bashkimin tonë, e favorizojnë qenien e Shqipërisë dhe Kosovës në fazën e parë federat ose konfederat e kështu me radhë. Promovimi i librit u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë kulturore, duke e kthyer këtë ngjarje në një takim të rëndësishëm për mendimin intelektual shqiptar.